Si ta bësh burrin të lumtur kur ai është larg shtëpisë? Burri yt nuk kërkon nga ti asgjë të veçantë, por ai kërkon nga ti të përkujdesesh për disa gjëra të thjeshta që do të bëjnë të lumtur ty fillimisht e pastaj edhe atë së bashku me ty. Prandaj përcjelli këto këshilla dhe nuk do të pendohesh asnjëherë. Bëje të ndihet se ai është mbret në jetën tënde dhe se nuk ka burr sikurse ai në botë. Ku do të jesh me të, ku ka burra përreth, ule kokën tënde dhe ule shikimin tënd, pastaj thuaj atij: pse ta shikoj tjetrin kur sytë e mi nuk shohin bukuri dhe sjellje më të mirë se sa tuat. Paraqite për kujdesin tënde dhe frikën e vazhdueshme për të, derisa edhe nëse mes jush ka mospajtime, mos harro ta qetësosh kur të niset për në punë apo kur të kthehet në shtëpi. Përgatitja ushqimin të cilin ai e preferon dhe tento që të jetë i kënaqur me gatimin tënd. Prite kur të vjen në shtëpi duke qenë e zbukuruar dhe parfumuar dhe buzëqeshur. Shtoj atyre edhe për qafimin e tij kur hy apo kur del nga shtëpia, pa anashkaluar edhe lutjen për të dhe për cilën e tij deri tek dera. Mos e përmend familjen e tij vetëm se për të mirë. Edhe nëse sjellja atyre ndaj teje është e keqe, ti kthej atyre me të mirë. Nëse burri ka mospajtim me familjen e vet, ti tento t'i afrosh ata e jo t'i largosh nga njëri tjetri. Përkujdesu për shtëpinë dhe pastërtinë dhe rregullimin e saj. Përkujdesu për mikpritjen e musafirëve ashtu si ka hije. Dhe po ashtu duhet të përkujdesesh për pastërtinë e fëmijëve. Kur ai niset për në udhëtim, shkruaj atij një letër ku në të e shpreh pikëllimin tënd për ta. Parfumoj rrobat e fjetës së tij me parfumin tënd që ta bësh të rikujtoj gjatë udhëtimit.